Një aksident rrugor me pasojë humbje në jetës së një personi ka ndodhur në aksin Laç-Patok. Ngjarja është regjistruar rreth mesditës të së hënës, ku një automjet i drejtuar nga shtetësja Anila Sinaj, 33 vjeçe, është përplasur me një ciklomotor që drejtohej nga Lorenz Treshi, 37 vjeç, banues në fushkuqe të Kurbinit. Si pasojë e përplasjes së fortë, 37 vjeçari ka pasur dëmtime të rënda dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për të marrë ndihmën e specializuar mjekësore. Pavarësisht përpjekjes së mjekëve, ai nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë disa orë më vonë. Pas verifikimeve paraprake dhe procedurave të kryerave në vendngjarje, specialistët e qarkullimit rrugor kanë arrestuar në flagrancë drejtuesen e automjetit Anila Sinaj për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen e një personi. Policia vion hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.